individ apo një zyrtar i policisë private vendosi të godiste një qytetar i cili ndodhte në rër, bashkë me një grup të tjerë qytetarësh, vendosi ta zvarriste qytetarin dhe gati ta rrëmbente. E gjithë kjo nën sytë e policisë së shtetit, e cila nuk reagoi. Më pas policia private gjuajti me sprej policinë e shtetit, e cila mbronte gardën me tela me gjëmba, mbronte dhe policinë private, e cila nuk reagoi dhe mendoj që ata që kanë sadopak njohuri për sa i përket formimit të shtetit të së drejtës, e kuptojnë që ky në gjuhën politike dhe juridike mund të quhet grush shteti, pra që shteti ka rënë. Kështu që menjëherë ishte revolta qytetare për mënyrën se si qytetari u rrëmbye dhe u godit, njësoj sikur se rrëmbehen dhe goditen qytetarët e Shqipërisë nga arroganca e këtij pushteti që është në sundim dhe nuk po e quaj qeverisje me qëllim prej 13 vitesh tashmë. Kështu që kasus belli i kësaj proteste ishte padyshim ngjarja në Nartë Zvërnec dhe mënyra se si u zvarrit dhe u rrëmbye qytetari para policisë së shtetit nga policia private. Ditën e tretë, kur protesta filloi të rritej në numra, u kuptua që protesta do të ishte masive dhe do të zgjatej në kohë. Kështu që duke parë grupimet e ndryshme të cilat janë në protestë, që janë ideologjikisht të kundërta, padyshim që kjo është një protestë e madhe dhe një revoltë e madhe qytetare për mënyrën se si Partia Socialiste dhe grupi parlamentar socialist ka udhëhequr dhe ka organizuar mbajvatjen e jetës në Shqipëri. Kështu që kjo është përgjigjja ime. Padyshim që duke parë që në vitin 90 nuk kemi parë në Shqipëri protesta të tilla masive, kaq të mëdha në numër dhe kaq të zgjatura në kohë, patjetër që ka grupime të ndryshme politike, por edhe jo politike, që duan të përfitojnë nga protesta, duan ta privatizojnë dhe duan ta mëvetësojnë protestën. Kjo ndodh edhe nga vetë Partia Socialiste. A mund të dalin grupime kolektive, organizime qytetare, parti të tjera nga protesta? Patjetër që mund të dalin. Kjo është më se normale që nesër